Në parlamentin e Kosovës para 2-3 dite, kur i posh të lidhur dërë për dore, si kur një qift i kurorizuar, Bacën Rifat Jashari dhe Albin Kurtin, unë mendova si se bashku do të dalin para deputetëve dhe para qytetarëve të Republikës së Kosovës për t'i përshëndetur çlirimtarët tonë në Hagë. Por nuk e mendova, as nuk e prita se çlirimtarët tonë do t'i njerohen nga Rifat Jashari, nga Albin Kurti. Çka mund presim unë i baj thirrje kryeministrit dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, çka mund presim nga te kur as të një vlerë nuk e ke lënë sa i përket vlerave të luftës. A mendon ti si kryeministër që i thoshte kësaj gjykate speciale, gjykatë kriminale, unë e kam quaj gjykatë kriminale, gjykatë dhunuese, me përplot pedofil të Unionit Evropian, të cilët po na dhunojnë, po na burgosin, po na terrorizojnë familjet dhe po na njollosin, e ti sot jetu përqafu me ta. Ne presum një vlerë të fundit nga ti kryeministër, nëse e ke këtë vlerë, se tjera vlera nuk i, që ta shbesh këtë gjykat me votat që i ki, sepse i ki votat për ta çmontu këtë gjykat kriminale, e cila është anti-shqiptare dhe dhunon çlirimtarët tonë në Hagë. Çka mendon ti kryeministër se një çlirimtar i vërtet radhitet pas teje derisa ti si kryeministër mashtrues, rëndës i injoron çlirimtarët tonë në Hagë. Ne do të barikadohëm kundër teje dhe kur nuk do t'ja arrish qëllimit tanë me disa individ të disa familje patriotike të cilat je duke i gënyer edhe ata, je duke i rrejt edhe ata, se ti nuk mund e do familjen Jashari ma shumë se Kadri Veseli, ma shumë se Hashim Thaçi dhe ata çlirimtar. Por ti si kryeministër e ke buxhetin dhe kuletën e shtetit dhe je duke i blerë disa familje për të cilat ju tham turp ju kuft, që shitni dhe i injoroni çlirimtarët tonë në Hagë. Unë pres si një çlirimtar dhe një ndihmaqar të paktën 5% i ke morë për i meje të votav. Të kam ndihmu për i noti, jo pse jeti dikushi. Unë e pres nga ti, edhe një vot nëse ta kum dhonë, që këtë gjykat kriminale, speciale, ta gjbesh, sepse unë për çdo vit shkoj dhe jam i vrom të varrezat e dëshmorëve të mi, të varri babës tem i masakrun, të nipi jam 13 vjeqar, e nuk u denu askush, as nuk u gjyku askush, kurse ti dhe presidentja jote e famshme, i injoroni çlirimtarët tonë, bashkë me Bacën Rifat Jashari, turp ju qoftë, sepse çlirimtarët e vërtet kur nuk do të shiten. As nuk ka para që i blen çlirimtarët e vërtet. Ti do të shkosh si kryeministër i turpit dhe ti do të ngelesh ranacak mashtrues i cili din t'i blen familjet e vlefshme me para, me të nder, por pa kur farë vlere. Kam një apel për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Në parlamentin e Kosovës para 2-3 dite, kur i posh të lidhur dorë për dore, si kur një qift i kurorizuar, Bacën Rifat Jashari dhe Albin Kurtin, unë mendova si se bashku do të dalin para deputetëve dhe para qytetarëve të Republikës së Kosovës për t'i përshëndetur çlirimtarët tonë në Hagë. Por nuk e mendova, as nuk e prita se çlirimtarët tonë do t'i njerohen nga Rifat Jashari, nga Albin Kurti, sepse i notët dhe mlefet nuk do të mundin të zbosin as qytetarin, po as çlirimtarin nga vërteta. Çdo iniciativë e Bacës Rifat dhe Albin Kurtit për ta zbërë këtë gjykat kriminale, për këtë gjykat terroriste, në kundërshtim me drejtat e njerit, me kundërshtim me ligjet ndërkombëtare, do të është e përqafune dhe e mirë pritur
nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Ne presëm nga Bacarifat, ne presëm nga Albin Kurti që këtë gjykat kriminele ta gjbejnë. Dhe çlirimtarët tonë, pa morë parasysh se i një dhnu për nëjë tendera, i një dhnu për nëjë i noti personal, këto nuk numrohen kur është pyetje kombi, kur është pyetje ardhmja e Republikës së Kosovës. Andaj, ty Bacarifat Jasharit baj apel, personalisht si një çlirimtar. Kape dhe lidhja dorën apet Albin Kurtit dhe qite para qytetarëve të Republikës Kosovës që ta gjben këtë gjykat kriminele dhe të përshëndetë ata çlirimtarë të cilët i kem në Hagë. Unë Bacarifat du me shpirtë me zemër. Unë Bacarifat përkulem para teje dhe para pejgamberit ton Adem Jashari. Bacarifat, unë nuk e du Hashim Thaqin ma shumë se ty. Por, kërkoj nga ti që ta kapsh Albin Kurtin për dore që këshe kap në parlament dhe ta gjbeni se bashku këtë gjykat kriminele, sepse Hashim Thaqi ja mur menja se u bo pejgamber edhe Hashim Thaqi u koj bindun se të gjithë kanë me shku në Hagë veç aja, se me pa ditë kur se kish bo këtë gjykat kundër shqiptarë dhe këtë gjykat kriminele. Bacarifat, ne duhet t'ja vlerësojmë të mirat e Hashim Thaqit deri në vitin 2000. Aje ka bagazhin e ronë, ajo është bashkëluftëtar i Adem Jasharit. Bacarifatun plotësisht pajtohem me ty që Hashim Thaqi ndoshta ka vije dhe ka manipuluar tëna i ka bon. Pas lufte, por sa i përket luftës, është një hero. Atë grad nuk mund t'ja hek as ti, ason, askush. Andaj, pres që ta kapsh këtë mashtrusin e qeverisë e Republikës së Kosovës, këtë faltorin i cili din të kallëzë prallat në Stradinit, është fjala për kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti, dhe ta gjbeni se bashku këtë gjykat kriminele e cila po njellos gjakun e dëshmorëve tonë, gjakun e vëllezërve tu, gjakun e vëllezërve të mi, gjakun e babës tim. Andaj të lutna mos shkelum mi gjakun e dëshmorëve, sepse askush nuk është arrestuar për familjen tonë, askush nuk është arrestuar për familjen tem, e morë me najmorë çlirimtar tonë, sikur me ko drogerash, apo dilera droge, apo hojna. Është e tërshme që trim me një qeveri e cila thështe se kjo gjykat do të gjbehet. Edhe kryeministi ka premtu se me ordin e pushtet do të gjben këtë gjykat. Por, as të një fjallë për çlirimtarët Bacarifat, as nga ti, as nga Albin Kurti. Kjo do t'ju qënë në vlerësim negativ nga qytetarët si ty, si Albin Kurtin, sepse unë dhe çdo shqiptar është me çlirimtarët tonë në Hagë kundër prokurorisë gjenocidale serbe dhe kundër dhunuzve dhe pedofilave të Evropës, të cilët kanë montu dosje me shpionat e Kosovës, shqiptarët të Kosovës, për t'i arrestuar ata, sepse nuk ka asnjë provë, asnjë pikë, asnjë presje. Bacarifat e kem njeriun për plot vlera, Kadri Veselin, i cili ta ka bon edhe Bekim Jasharin kryetar, Komunës Skënderaj. Është e tërshme që pas të një provë, pas të një fakt, pas të një dëshmi, e prenuar edhe nga prokuroria, edhe nga gjykata, e të mohët Kadri Veselin burg, Bacarifat me kund vend tonin s'm kish marrë gjumi. Sepse Albin Kurti flen shlirë sa t'janë ata atje. Këta kanë frikën veç kur vinë ata i rëdojnë për pushteti. Kurse ti Bacarifat je pejgamberi, je bashkusi, je unifikusi jonë. Andaj presën nga ti që ta kapsh dorë për dore dhe t'ja lidhësh dorën mirë që shja këshe lidha ditë në parlament dhe ta detyrosh këtë mashtrus që del e ta zben gjykatën kriminele speciale.